Mishë News përshëndetje, do të qëndrojmë së bashku në minutat në vijim, do të përcjellim informacionin e fundit, patjetër edhe gjithçka do të ndodhë në Korale. Detajet e reja janë zbardhur lidhur me plagosjen e regjistruar në Tiranë pak para mesnatës. Mësohet se 34 vjeçari Eugene Hamajezi është person me precedent të mëparshëm penal për trafik të klandestinëve. Pas plagosjes, ai është paraqitur në spital me plag në këmbë ku ka marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Hamajezi është marrë në pyetje, por nuk ka treguar nëse një autorin e ngjarjes. Ai gjithashtu rezulton se është plagosur nga ish polici Santiago Malco në një lokal në Kino Studio në vitin 2018. Malco në 2019 humbi jetën pasi u qellua në drejtim të makinës së tij tip BMW në rrugën e Porcelanit. Policia në njoftimin zyrtar ka bërë me dije se po vjon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si edhe zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë.